Mbrëmja e së shtunës në Korçë ka kulmuar me koncertin gala të Lulu Fest, një ngjarje që bashkon energjinë e rreth 150 artistëve nga Shqipëria dhe vende të tjera në një spektakël muzikor plot gjallëri dhe emocione. Koncerti, i cili u mbajt në sheshin Ushtari i Panjohur, solli në një skenë të vetme orkestra frymore, kuintete dhe formacione muzikore që ndërthuren mes traditës dhe disisë. Kemi sjellur këto ditë rreth 150 artistë nga vende ndryshme të botës, siç është Italia, Kroacia, Kosova dhe disa banda lokale, banda orkestrës së ushtrisë forcave të armatosura, gjithashtu edhe banda e Korçës. Sot kam performuar 4 banda në këtë skenë dhe ne shpresojmë shumë që ky festival do të vazhdojë të jetojë për të kontribuar sa më shumë për Korçën si nga ana artistike, por edhe nga ana turistike. Artistë të rinj dhe profesionistë interpretuan një repertor të larmishëm, duke përfshirë përpunime tradicionale, pjesë klasike dhe kompozime moderne. Kam punuar edhe me orkestra të ndryshme gjatë viteve të fundit, mirë po kështu orkestër të bashkuar me disa orkestra nuk kam rastisur më parë, kështu që për mua është mjaft me rëndësi kjo eksperiencë dhe do të luajmë një këngë shqiptare shumë të bukur, Dua më shumë Shqipërinë. Këngë mjaft e rëndësishme për gjithë shqiptarët, e cila na bën të ndjehemi mirë dhe ta duam edhe më shumë vendin. Në tinguit e instrumenteve frymore, qyteti mori frymën e një feste të vërtet artistike, ku muzika bëhet gjuhë e përbashkët e krijimit dhe bashkëpunimit.